Let mundesh me fillu me bëu diçka, por do të me pas parasysh me gjetë mekanizma të cilët ndikojnë direkt në qëndrueshmërinë e kompanisë tona apo të atij formatit të biznesit që e ke fillu ti, ose më mirë me thonë të kompanisë që e ke themelu ti, edhe që me cilën je tu vepru. Pra, mundësi ka, duhet me identifiku cilat janë ato mekanizmat cilët ti mundesh me gjeneru edhe cilat ndikojnë direkt në si me thonë avancimin e punëve tua apo të projekteve e të planeve tua. Nëse i ke identifiku mirë edhe nëse ke punu shumë për realizimin e tyne dhe implementimin e tyne, në një farforme suksesi vjen me kohë, edhe unë edhe sot e përmeni najherë, janë këto 4 vjetë me 4 orin edhe unë asnjëherë nuk kom kërku sukses. Unë kom kërku punë. Vazhdimisht kom kërku punë. Pra nëse ka arë një kërkes për punë, unë kom pa qa mund na me bo ma shumë. Edhe sa ma mënyrë profesionale me transmitu atë punë të publiku, qoftë e punëve drejt për drejt atonat si Katron Media, apo edhe për bashkëpunëtorët të tjerë që kemi ofru shërbime të produktit medial kryesisht. Edhash, tu qenë të fokusum vetëm në profesionalizëm edhe në punë pa ndalë, në një farforme suksesi ka ardhë vetë ju. Po kush janë elementet që bijnë sukses? Puna pa ndalë, po se po, edhe impaktit cilën ti e rrit e realizon me punën që e ban. Këto pastaj kanë sjellë edhe një pjesë të suksesit të asajna çka sot e kemi këtu që është media jonë, që është Katron Media.